Të radhës, Assalamu alaikum, hoxhë nderuar, nëse je i drejtuar nga kibla në namaz, mbrapa një njeriu të cilin e llogarit si sutër, por në një moment ai largohet dhe prishet sutra. A duhet të ecësh për të gjetur një sutër tjetër, apo duhet të qëndrosh në vend ku ke filluar namazin? Allahu ju shpërblet xhennetul firdaus. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse shkohet sipas mendimit e që duket që të mendim më i saktë se sutra është obligim në namaz, nëse dikush për njerëzve e ka pas njeriu në sutre, edhe që fillimisht nuk lejohet vetëm të konë njeri më shku më lidh mas, por nëse ka ndodhur me kon namaz, ata në konë sofën e parë, ne me konë sofën e dytë kemi orë me vënes, tani ata kanë bitis, ne kemi vazhdu namazin, ata largohen, qështu po supozojmë se ka met njëri sutre, se më koni njëri ullën që duhet, më ardhë dikush mi që atit më lidhë mastina kështu zbanë, se kjo ka obligimet veta qohet, du të më shku më lidhë me një vend që është më afër murit, me një vend që mendohet që nuk lëviz. Por, këtë rast nëse është njëri, dhe njëri largohet, se ai nuk e ka për detyrë me nejt aty, se ti mësh me falë taravija, të dhe me zgat një sahat, ai ka punë. Qohet njeriu është detyra me hec derisa të mrinë të sutre. Sa me hec pe funit xhamisë në fillim. Nuk është as një problem. Vetëm kemi përmend në dersën e kaluam do të më rujt shmangjen e trupit nga ana e kiblës edhe hec derisa vjen te sutra, wallahu a'lam.